Dua të di thot a lejohet operacioni i syve me lazer për të heqë syzet. Inshallah taala në aspektin fetar normal që lejohet. Pastaj në aspektin shëndetësor e pyet mjekun për ata. Unë e di ku është qëllimi i pyetjes, se dikush mund të mos e kuptoj. Pyet ky vllau apo kjo motra për faktin se domethënë është i përngjan ajo zjarrit, edhe me zjarr domethënë është ka diskutime a lejohet mu shëru apo jo. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka përmendur hadithin që shërimi, që me thonë ajo i padëshirueshmi, por kur s'ki zgjedhje tjetër është ajo me marr me nxenin i hekur ose një diçka dhe me vendos në plagë për me tunal, domethënë me djeg plagën, edhe nuk është i pëlqyer me zjarr. Edhe ky lazeri, domethënë apo laseri i përngjan zjarrit, se kemi edhe pyetje të synetia, bën me bën fëmijë synet me laser, domethënë me zjarr, me një farë forme. Themi po inshallah taala, përderisa ka dobi shëndetësore, edhe nëse nuk do ta pëlqenim, themi s'ka problem, aspekti fetare. Pastaj aspekti mjekësor, që ka konsultuar me mjekun, aja vlena ka pasoja për ty personalisht, i ban analizat edhe inshallah Zoti t'jep bereqet edhe sheh pa problem.